Edhe njerë shikues të dashur, pra teksa është duke ndjekur këtë emision, Ragip Xhaka me ka shënuar duke konfirmuar se nuk ka pasur asnjë diskutim, vetëm se Luli Dardanëve e ka shku dhe ka konfirmuar që fishkëllimat nuk kanë ardhur nga Dardanet, por nga individët të caktuar në stadiumin Fadel Vokrit të sot, natyrisht e përbejnë edhe masën lehtësimi. Po jo, sa edhe ndëgjohet për kavin tipi të çdos dhe vin. Unë e quaj gjest shumë të mirë të Lulit, këto, sepse është krye tifosi Dardanëve edhe e ka ta përsinë edhe me Granitin, edhe me Sevdaimin, edhe me Azin Ragip që me i tregu që na e denoj mosh për këto edhe atu ka njerëz, me tonë drejt atu ka njerëz, ka pas njerëz stadion që edhe shtetin tëmër se kam pranu, lemo Granitin në fush. Edhe shtetin të në Kosovën se kam pranu si shtet, si flamur edhe kanë qenë e kanë posët ndeshin, e lemo Granit Gjokër. Na është jenë për i tyme që i kanë fishlu. Na e pom Lulin pak të irritum, por na nuk tha kërkush dikush të që Dardan ose Luli... Ja, ta më si një kryetifos që shkoni të reagimet e denon po me tek reagimet që po bëhen e kam qitë bërtole Luli zdo të prejnë se me dalë se Luli probleme si me thonë si tifo por mu Luli nuk me dalë paracitje mrena dhe jashtë venit kanë qenë Luli zdo të me dalë në këtë se na thjesht Luli ka bo njërë profesionale që u shku absolutisht po ndohet atë po nuk ka nevoj Luli edhe ne kështë shqiptar të kështu që jem me hup thjesht energjinë të mirë se jemi në play-off, për eksportare që shkruajnë tituj të ndryshëm. Jo, s'është punë. Mos të ndikon atë sepse është s'është punë për to, aty keni grup i njerëz. Unë kisha edhe thonë pak më shumë, po s'po më takon se edhe unë kom jetu jashtë diaspor, po sinqerisht është dëshpruese në fishtim ndaj Granit Gjokës Cila është arsyeja që kanë fishlu regjia të deklaratën një pjesë e këtu njerë shumë krisi se analizojnë heq ka deklarata për Leon Avdullon edhe Albian Hajdar, një lutem regjia deklaratën që ka dhënë Granit Xhaka pasi dy futbollistët vendosen ti bashkon kombëtarës së Kosovës. Është deklaratë që kemi transmetuar edhe në emisionin e kaluar. Me njerë kur të është gati na paraqitni mbrapa. Po, në fakt e kemi këti. Unë po thamë që është një pjesë e një rinije të cilët nuk mendojnë shumë. Faruk, të pjeku që kanë qenë stadion, sa më menoj që asë që e menojnë me bo. Faruk, veç deklaratën leci në shyte... Një ndërhyrjes të penaltia Gallopini për litarin e Zvitrës. E po, të fillim? Po. Kapiteni është ai që sot proteston nëse shkon të arbitri. E po Gjokën, asë nuk protestoj. Asë do me thonë, ato shivet një Gjokë që e thaj vjesër që lungë në Kosovës, po sporti i ko këtu. Po, të shohëm edhe njëherë deklaratën e Gjokës, lojtarët me cilësit e tilla përfundimisht nuk janë diçka prej të cilës dëshiron të heqësh dorë nga perspektiva e tyre ka të bëjë me të qenit në gjendje të vlerësimit të statusit e tyre. A do t'ja dinin të siguroni një vend startusit e Zvicra brenda 3 apo 4 vjetësh? Kam dyshime për këtë. Duke konsideruar se kush nuk po luan ende për ne, por është dukshëm më përpara në karrierë. Ardhënja Shari është me ne për 3 vjetë dhe ka bërë vetëm 4 paraqitje. Kështu pra ka thënë Granit Xhaka. Personalisht për Ardhënja Sharin. Ardhënja Shari ka udhëtuar me Zvicrën 3 vjetë, edhe s'ka pos minutash, unë e di. Kërë që plotësisht e po thotë është e drejtë. Ma ndej dëshme luftu për vend, me treneri e din, ju që jeni profesionista. Dëshme luftu për vend. Deklarimi ti me paralelizëm dhe me thonë. S'ka të bëjt që me qu pesh edhe me marë që ka folë diçka trondë. Unë mendoj se shumë ka qenë korekt me këtë deklarat. Edhe ne du të më po shumë realist se me qofë se Ardoni është rritë mbrenda një kohë shkurt. Ndërsa sot një kongres fare e ka me Akangjin, unë mendoj se është shumë normale këtë deklarate, edhe kur e merë për bazë dhe Leonit, do me thonë, onën tjetër Graniti që ka deklaru driton, se në ndëgjova desë të ashtë, në onën tjetër që ka deklaru që edhe në përbërë qëfarë kvaliteti ka, grupi se si do t'i adaptosh, i duhet ko.